Këtë do thrasim tani. Adelën tonë që po vonon shumë, nuk e di pse e ndjeva mungesën. Jo, Adela ka këtu, ka kohë që është këtu, ka që në orën 8 sot. Po ti na vonove me ato historitë. Po historitë ishin të gjata. Adela! Ua! Si një boksier e vërtet, kuj do t'i gjuajmë tani? Kam filluar. Rocky Balboa. Kam filluar të boksoj. Ashtu, ha? Kam filluar. Unë mbaj Po kuj t'i bie, kuj t'thesi i bie? Thesi i njëjtë është, po... Inshallah merr vesh. Imazhi në kokën tim ndryshon. Nëse unë jam pak më shumë... Se çaj imazhesh të vinë aty përpara kur godet? Më shumë Allah se i Jo godet pa drejtësitë shoqërore. Po. Po, fiks ato. Krimba që zoj që zjohen erë në mëngjes. Ka që hanë krimba. Krimba, po gjuna Allah. Po për krimbat s'ka njëri respekt fare. O, zot. Mu këthue humori, duke dëgjuar këto humore tuaja, se sot nuk e di, isha kështu si pa humor, ma di po i thoj edhe Ornelës, do marrë, do pi që kuj lajtiza, do një gjë që të më... Po qi kafe, nam, kështu gjëra shë. Pra ndaj, aji 20 milion që YouTube-it. Po çdo filloj me Adelën ne, pa se din akoma këta. Për punë ditësh vete 20. Ore, ju se dini akoma që po mendojmë ne, po prit se po i gatuajmë, Po mosu tregoj, jo, nuk i tregoj tani, jo. Po. Në në tavolinën me sy. Skaj se ka karm, mos u mërzit. Po. Qa ka? Është ajo gjëja e frikshme. Po, është ajo. Karma. Do vazhdoj me lajme? Do vazhdoj moja Adela. Vemi te lajmi parë. Sa vjetë që jeni ju të dy? Unë jam 46, po ti zemrës. Unë nuk e tregoj sa më shumë plak. Mirë, nuk më duhet mosha Erionit. 46 jam unë prapë. Edhe mosha Ornelës si e ke kaluar pak, sepse kalojmë zyrtarisht te lajmi parë. Çdo ditë më shumë, gratë që janë në të 40-tat, po preferojnë që të dalin dhe të kenë marrëdhënie me djemë më të rinj në moshë. Po, me këta voglushat. Dhe kjo nuk është vetëm në jashtë shtetit, në Amerikë. Ka filluar dhe brenda qytetit? Por është dhe brenda qytetit dhe brenda fshatit, është edhe në Shqipëri. Dhe ky është lajmi i parë. Dhe jam shumë kurioz se mendoni dhe pse mendoni që po ndodh. Çuna duan eksperiencë, po gratë ç'a duan tani, se kuptoj. Duan Shiko, se eksperienca jo domosdoshmërisht vjen me moshën, ë? Po me ç'a vjen apo me përvojat e kaluara? Eksperienca vjen me eksperiencë. Ja ti Erion, si e ke fituar? Si po plake me eksperiencë fare, për shembull. Erion, mund t'i quajmë ne këto sheqer mami? Mami sugar, diabet total. Diabet total. Po në qoftë se ti Erion, për shembull, se jam shumë kurioze të llogarisim moshën. Çfarë moshe duhet të ketë gruaja që ti të konsideroj çunë të ri, që ta konsideroj Erionin 70? Unë me 70 vjeçare, ke parasysh? Që të jetë me një djalë më të ri në këtë rast Erionin. Ku çuni i ri ti ai buza shtremër çuni i ri. Po pse edhe Rocky Balboa si ka i shtremër, po prapë. Buza shtrembët është seksi. Po, ama ja Dela, sa mirë që erdhe në formë. Unë mbaj tamam. E besoni apo jo përpara se të kalojmë te lajmi? Jo, unë e besoj këtë se është një dukuri që e shohim vërdall, po e shohim që kërkohet më shumë nga çunat, sepse çunat në djemt më saktë në një moshë më të re, kërkojnë gra me eksperiencë dhe kërkojnë gra që të mos kenë shumë halle, siklete, llogari. Që kanë bërë dembela fare këta të zit. Jo, nuk kanë bërë dembela. Thjesht nuk duan halle, nuk duan shqetësime, nuk duan siklete, se një dashur beqare, ja Adela për shembull është beqare, po të lidhet me njëri, do i bjerë... Emri parë është Adela, emri dytë është hall. Ja sa herë merr të dashurin tonë në telefon, ose ai ty, do me thonë, kur janë dy njerëz të lirë, kurse kur tjetra është e angazhuar, po mirë, sërse i bie shumë kohë të shqetësoj njëri tjetrin. Ka bezdime të marrë dashura në telefon, si dhe këto do do eksperiencë pra tani, do eksperiencë. Eksperienca, po, do çik eksperiencë. Unë jam kondra. Pse? Vazhdojmë. Ti nuk e pranon që ndosi realitet ky? As ti Adela se pranon? Jo, unë e pranoj që ndosi realitet, unë thjesht nuk jam shumë dakord. Në një tek-tuk. Nuk je dakord? Po nuk jam dakord. Që këto mamat ju kanë zëvendësuar ju. Po tani, sidomos ky brezi. Kanë zënë vendin. Domethënë që si jam as te 40, as te 20 kështu në mes. E di si i bie Adela që dhe ju gocat e reja të shkoni me ne pleqt. Si koncept, po. Jo, ashtu ndodh. Ashtu ndodh realisht. Vërtet ashtu. Sa mire njif keni atë dhe ono amanat shmëndët. Po mirë dhe. Po, vemi te lajmi tjetër. Jo për eksperiencë për gjërat të tjera. Si e mbani ju... Si e mbani? Këmë e gjane amane. Nëzire të shkretën. Pastër e mbajmë. Portofolin. Ta se kishte për... Kuletën. Kuletën. Jo, e kam seriozisht, në shtëpinë tuaj, e mban ti apo bashkëshorti apo e keni të përbashkët? Në shtëpinë time mbaj vetë, Allah. Në shtëpinë time vetë mbaj.
Jo, të tërë e bajnë vetë me sa di unë. Se dhe gruaja ime ka portofolin e vetë, ku gjënë... Gruaja ime ka një shpreh... Gruaja ime ka një shpreh kështu, thot, parat e mia duhet jenë të mijat, kurse të tua duhet jenë të mijat. Po mire, thot ajo, mire ka ajo. Partnerës tënde më pëlqen. Po, shumë e saktë ka. Çfarë ke ti, çfarë është e jotja është e imja, çfarë është e imja është vetëm e imja. Po. Atëherë, kjo duket se po ndodhë së fundmi, çiftet pas martesës po mbajnë llogari të ndara, pra secili ka kuletën e vet, ka buxhetin e vet, burri heq disa shpenzime, gruaja heq disa shpenzime. Ndërkohë në Shqipëri bëhet nami nëse ti e thua këtë si gjë, sepse janë ende me mentalitetin që buxheti duhet jeti përbashkët, mundësisht të menaxhohet dhe të kontrollohet nga bashkëshorti, dhe nëse ti e mban më vete dhe ke shpenzimet të tua, ti je një vajzë. Tashi mos na i bëj femrat si më të kulluarat e botës, sepse janë femrat ato që e kërkojnë këtë gjë pa mos u lodhur fare, dhe duke nxjerr bashkëshortit gjitha të ardhurat dhe duke pretenduar dhe nga lekët e bashkëshortit. Ornela. Tani ne nuk po flasim për gratë që po bëjnë namin në... Dëgjoj si është batuta e re e shekullit që ka dalë tani. Nuk është ti e zemra ime, po i bani ytë është i imi. Po pra, eksakt. Do me thënë, okej, mirë, unë nuk po them çfarë mendimi kam, se di që do ma... Adela, ti je një vajzë që punon gjithë ditën. Dakord? Dhe fiton të ardhurat e tua. Punon gjithë ditën dhe punon shumë. Faleminderit. Tani, dhe je një vajzë që kërkon. Tani, po të merje një bashkëshor që do të kishte të ardhurat e veta. Ti do të pretendoje si që pretendojnë gjithë gratë e tjera, unë kam përshtypjen që ti do vazhdoje të ruajt e lirin tënde. Patjetër, unë nuk dua të dorëzoj lekët e mia tek bashkëshorti në fund të muajit, por dhe që të mbaj unë shtëpi nuk jam me këtë mendje. Shtëpinë duhet ta mbaj burri. Të kishen. Jo, e ke ja shumë gabim. Jo, atë në kësha zemrën. Këtu e keni shumë gabim. Këtu ju kundërshtoj të dyve. Nëse mundësia i jepet gruas. Qofse mundësia i jepet burrit, i jepet burrit. Po flas, Ornela, në një situatë ideale kur punojnë të dy. Nuk po them kur burri ka një hall dhe do punoj unë patjetër unë do e mbaj, por kur punojnë të dy. S'është punë halli, më ç'është mundësie. Po çfarë mundësia? Qofse dikujt i jepet mundësia më shumë, e ka ai mundësinë më shumë. Mundësit krijohen. Tani kjo është një debat shumë i thellë dhe ne duhet ta mbyllim dhe vazhdojmë tek lajmi i tretë që mua do ju shashtis, unë nuk e di se besoja. Tani, është një 26 vjeçar në Britaninë e Madhe që ka lënë shtatzën edhe të dashurën dhe vjerrën. Dhe kanë bërë baby shower, njëkohësisht është postuar në rrjetet sociale, është bërë viral, është postuar gjithandej. Pra ky 26 vjeçar. Çka ka bërë më? Edhe mamin dhe gocën pra, ha. Ka lënë. Po ky s'ka qenë i pirë, si ka qenë puna? Jo. Ata gëzojnë një marrëdhënie, e kanë shitur në rrjetet sociale si një marrëdhënie të shëndetshme. Kanë bërë baby shower të përbashkët, shife si puthen. Pra, po presin. Po mirë, po goca e kësaj, çfarë do të ketë gocën e asaj? Për këtë pyeta edhe unë. E shef, edhe unë këtë po mendoja kur pash lajmin. Po të që ajo foto që nga vërtet, që nga lajmë vërtet. Po. Po motër nga mami. Qa motër nga mami? Motër nga mami do ta ketë. Tezja e xhaxhait, gjyshja e hallës? Të keqen e mamit. Kush në Amerike? Ky është britanik, është një influencer britanik edhe është te vajzat e mame. Tani këto i Që kishë si skenar Netflixi. Po pra. Ky është si skenar Netflixi dhe ata kanë postuar dhe foto nga shtrati të tre. Ky në mes, këtej mamaja, këtej vajza. Unë refuzoj të përgjigjem për këtë. Ju lutem, atë të shtoj një gjë këtu se kjo botë po shkon për dreq. Shkova në Brazil pas 14 vjetësh pas që kishte degraduar. 2 meshkuj duke... Nuk e ditë më thënë, s'kisha pa ndonjëherë. Çorëdita komplet. Tani votoni pak për lajmet e vërtet dhe ata që s'janë të vërtet. Lajmi parë edhe lajmi dytë. Këtë të tretin s'dua ta konsideroj fare. Janë modelet më të këqija që as dua t'ja fus në mendje asnjëriu. Me të parin jam kundër, me të dytin jam pro dhe me këtë tjetër ajo ishte foto, qofse është me inteligjencë artificiale. Po turpi zotit qofse është e vërtet. Turpi zotit. Imagjino të ndodhte në Shqipëri kjo. Tën. Sa bukur. Unë do heq dorezën dhe do ja jap atij që do fitoj. Mos ja fut kërë. Hidhe kështu një. Hidhe, hajde, o zotim. Që doreza ishte i flamuri. Po doreza janë, more. I kam sjell nga Amerika këtë dorezë. Shumë mirë, bën foto ti. 1, 2, 3. Këtu. Ama ti tani e ju solidaritet femra shtërkon, bën me ile. Po pse është Gjan. Mos qajt ke që nëna, mos qajt. E shesa e butë është? Asa e bukur. E shesa e butë. Kjo foto është reale dhe madje ka pasuar dhe me foto të tjera, po unë hyra, Google-ova, hulumtova, si gjithmonë se kjo është detyra ime. Është e vërtet? Dhe ky e ka bërë këtë thjeshta për fasadë dhe ka përgënjeshtruar lajmin disa ditë pas Shën Valentinit. Mashtruesi dreqit. Mashtrues, kështu që ky nuk ishte lajmi i vërtetë. Paska qenë një mashtro.
Vetëm për klikime, e kuptojnë që bëjnë dynjaja e të mërshme, vetëm për klikime të mërshme. Po, shesin edhe shpinë e komshiut, po. Në kishtë munguar, Adela. Po, në kishtë munguar. Adela, të falenderojmë shumë. Edhe ne ty. Edhe neve juve. Edhe neve juve. Edhe neve juve. Edhe unë ju, dhe deri të premten, futuni në YouTube, jepuni atyre like, edhe mos harroni mos besoni çdo gjë që lexoni, se tani po na merr edhe goja, duhet të bëre bardhëzime kështu. Mirë, do të shkojmë në publicitet dhe do të shkojmë në Vënçe. Kush do të vi në Vënçe? Qa Vënçe do ketë mi tani? Doreze, kjo sa e bukur kjo.